Puna parë që e kom bon, kam filluar në Austri, kam punu në ndimës kuzhinjeri. Po kam qëndruar një 2 vite në Austri, një 10 në Zvicër. Gabimin që nuk e fali vetës, po ta them të drejtën, njerëzit thonin nuk duhet të mirëni familjet në Evropë. Do me thonë mërzia që ma pak, punë ka ma pak në të familje. Me dash djali, sot, i thom shkon gurbet, mos me ndo për mu, as për nonën e vetë, kur herë si matin kuletat, me njëni tjetin kush po paguar. Si të vendi punës edhe pagesa e mirë të njerëzit. Që për është pagesa e mirë edhe disponimi është i mirë, a? Që të më mërmendja dhe që të në me zveti partit që shën po binë takart, që jenë të bashkuar, sa më të bashkuar, as janë më të fort. Ka që kisha me thonë. E të që shime disponim? Disponimin e kam normal. Normal e kam disponimin. Po në menë cila është puna e parë që e ke bo? Po, puna e parë, puna e parë që e kom bon, kam filluar në Austri, kam punu në ndimës kuzhinjeri. Si ka qenë për ty, sa ka qenë e vështirë apo e lehtë? E vështirë ka qenë për mua, kur më shëndoj lajmë, jo do me thënë lajmë të gëzuar, po të hidhur prej gurbetit. Aty në konën, do me thënë, jo disponimet mira. Sa ke qëndru jashtë? Po kam qëndruar një 2 vite në Austri, një 10 në Zvicër, 12 vite. Qenë vetë, lartë familjes? Vetë kam qenën, ashtu ishte koha atjera. Sa ka qenë i vështirë për juve me punu, me mbajt, si është jetesa atje? Unë për me punuan nuk e kom pas fort dertë se kam qenën shumë i zellë shumë punë, e kom dashtë punë, me shpyrt. Po shkak që na kem rrjedh prej një familjes bukur të varfër. Kështu që atje edhe njerëz me kulturë, edhe orë tetur shënonorsha, kështu që kam qenë disponim. Edhe me punëtorët, edhe me paga, edhe me vendin, edhe me sigurinë, me gjitha. Çfarë poke ka qenë? Qatar prej shkute me? Kur kom shku në fillim ka qenin që aty me shilinga, që aty ka qenin me eurot e sodit, ka qenin 1500 euro. Mujnë e kom pas. E pëse në këthejve s'ta mur menja me najtë? Atër ka qenin vitet, kanë qenin 72-a, 3-a, kanë qenin pa shërbimin ushtarak. Para të arsye, edhe nuk më kanë dhonë afat vizës ma të tje me nejtën. A ke menu me shku prap? Me shku Kosovë, e me shku në Gurbet? Jo se kur s'mu ka bon viza, nuk ma ka dhonë në konsulata Jugoslave, ish atëherë, edhe ka tentu edhe shefije me gjithë shefisën, bile s'paku me pare, me mi dhonë një 2 vite, me vazhdu afatin e vizën pasaport. Atëherë, kanë thonë, ne nuk kem nevoj për pare, do me thonë konsulata Jugoslave. Por ka thonë, kem nevoj për këtë djarë të ri, la shërbim ushtarak në Jugoslavi. E tash apo punën e? Tash jam pensioner, ja. Tash përren. Cili është momenti më i vështirë jetës tona? Apo gabimi që nuk ja fal vetës? Gabimin që nuk ja fali vetës, po ta them të drejtën, kur njerëzit thonin viteve 82-ta, nuk duhet të mirëni familjet në Evropë. Po tash mendimet e ndryshme të njerëzve, se kurse sot çdo i ri merr familjen me vete, edhe do me thonë mërzia që ma pak, punë ka ma pak në të familje. Një 2 vite në Austri, një 10 në Zvicër, 12 vite. Qenë vetë, lartë familjes? Vetë kam qenën, ashtu ishte koha atjera. Sa ka qenë i vështirë për juve me punu, me mbajt, si është jetesa atje? Unë për me punuan nuk e kom pas fort dertë se kam qenën shumë i zellë shumë punë, e kom dashtë punë, me shpyrt. Po shkak që na kem rrjedh prej një familjes bukur të varfër. Kështu që atje edhe njerëz me kulturë, edhe orë tetur shënonorsha, kështu që kam qenë disponim. Edhe me punëtorët, edhe me paga, edhe me vendin, edhe me sigurinë, me gjitha. Çfarë poke ka qenë? Qatar prej shkute me? Kur kom shku në fillim ka qenin që aty me shilinga, që aty ka qenin me eurot e sodit, ka qenin 1500 euro. Mujnë e kom pas. E pëse në këthejve s'ta mur menja me najtë? Atër ka qenin vitet, kanë qenin 72-a, 3-a, kanë qenin pa shërbimin ushtarak. Para të arsye, edhe nuk më kanë dhonë afat vizës ma të tje me nejtën. A ke menu me shku prap? Me shku Kosovë, e me shku në Gurbet? Jo se kur s'mu ka bon viza, nuk ma ka dhonë në konsulata Jugoslave, ish atëherë,
edhe ka tentu edhe shefija me gjithë shefisën, bile s'paku me pare, me midhonja 2 vite, me vazhdu afatin e vizën pasaport. Atëhere, kanë thonë, ne nuk kem nevoj për pare. Do me thonë konsulata Jugoslave. Por ka thonë, kem nevoj për këtë djarë të ri, na shërbim ushtarak në Jugoslavi. E tash apo punon e? Tash jam pensioner, ja. Tash po rën. Cili është momenti më i vështirë jetës tona? Apo gabimi që nuk ja fal vetës? Gabimin që nuk ja fali vetës, për ta thëmë të drejten, kur njerëzit thonin viteve 82-ta, nuk dohet të merrni familjet në Evropë. Po tash mendimet e ndryshme të njerëzve, se kurse sot çdo i ri merr familjen me vete, edhe do me thonë mërzia që ma pak, punë ka ma pak në të familje. Kurse ne kem qenë pa familje, prit premtës deri të dilën na, është dasht mi bo punë të shtëpisë, edhe më përgatit për ditën e hanë me gjithë me shkun punë. Kështu konën atëherë. E gjëja më e bukur tani që ka ndodhur në jetë. Ma e bukura në jetë për mu është kur më ka lindën djali parë edhe kur është shpall pavarësia. Këto janë Që të dyja. se më të bukura për Ma të të një. bukurat për mu, ma të bukurat për mu kanë qenë që të dyja. Dhe që ke një djalë. Me desh me shku djalin gurbet. A i thu shka, i thu mos shka. Me dash djali, sot, i thëmë shkon gurbet, edhe këshire jetën tone për para. Mos me ndo për mu, as për nonën e vetë, pse ne jemi hala të ri edhe të fort. Edhe kem pak pare të rezervove. E ka jetën e vetë. Djali let vazhdan rrugën, let shkon gurbet. Let knasit se kur shokët e ti të tjerë, që çdo ditë po shkojnë atje. Dëshira jeme është asnjët mos i shkon atje, nëse kushtet këtu ishin të mira, t'i lakmojnë vendit tonë e jo dhe Evropës. Mi për kur janë kushtet e mira, ajo është e ri, ka qef me u knas. E me qata pare, e plëson dëshirën e vetë, edhe jetën e vetë, edhe fëmijën e vetë, edhe bashortën e vetë, kështu që ma mirë është në gurbet në shku. Për prind mos tonal, shko. Se shumica dhe nësirojnë a prind me shku. Se pengojnë, nuk e ndali, ka rrugën qeli. Edhe në pyetje për fund, për çka njihen Gjilanxhit, për çka veçohen? Qysh? Çka njihen Gjilanxhit? Gilanit, për çka veçohen, ha? Këshire, Gjilani me të vërtet është si Gjilan i bukur. Gjilani ka shoqënien, besnikëri ka në shoqëni. Besnikëria, disponimet i bojnë shumë mirë disponimet, dhe kështu që kur herë si matin kuletat me njëri tjetrin kush po paguar. E kanë shoqënia bashkarisht një kulet e kanë. Për ato thonë atë janë të mirë Gjilanasit. Ka që keshë. Që ju kemi. Faleminderit shumë që gjithë e komendove njëra. Faleminderit.